Në fillim të mandatit marrjes së kësaj qeverie ishte edhe një premtim se do të aplikojë granti 4 qeveritar, ku siç e dimë atko kishte vlerën diku në 600 milion. Duke ditë komuna e Kaçanikut që ka një buxhet jashtëzakonisht të vogël dhe pa mundësi për me realizu projektet e tyre, na faktikisht jemi bazuar, kemi besuar që do të implementohet ai grant qeveritar që ka qenë ajo vlerë dhe duke krahasuar formulën financiare siç ka për komuna tjera, diku në komunës Kaçanikut nga 600 milion për 4 vite do të takon diku në 12 milion. Dhe na jemi bazuar në atë vlerën e kësaj shifre dhe kemi premtuar qytetarëve që do të realizohen nëse do të implementohet granti i 4 qeveritar për me realizuar këto projekte. Gjë që siç e dimë deri më sot ai grant nuk është implementuar dhe po ashtu edhe projektet në komunën e Kaçanikut kanë me të parealizueshme. Po me qenë se tani mos siç e dim granti qeveritar nuk po flitet. Ka 2 vite që domethënë as nuk e ndëgjojmë nga qeveria. Po megjithatë kisha kërkuar nga qeveria cila do qeveri që do të formohet tash etu që po shpresojmë shumë shpejt të formohet qeveria e re, kishim kërkuar sidomos projekte të cilat janë me prioritet për komunat dhe po flas në përgjithësi tash po flas në veçanti për komunën e Kaçanikut që faktikisht kemi adresuar te niveli qendror nëpër dikastere apo në ministri linje siç quajmë SPAku të marrë një përgjigje pozitive në realizimin e atyre projekteve që mendoj që janë jetike sidomos për komunën e Kaçanikut e sidomos që janë impjantet për komunën e Kaçanikut ku në komunën e Kaçanikut po shkojnë 2 lumej. Është fatkeqësi domethënë që po e përsëris edhe për dytën apo tretën apo shumë herë për shkak se unë jam në mandatin e 4 qeverisë dhe kam pas fatin të kem kryeministra të gjithë partive politike, po një zbjerje raporte ose komunikim aq i zbet mes nivelit qendror lokal nuk ka ekzistuar. Urojmë dhe shpresojmë që tani jetut e SPAku të thrasim ndërgjegje çdo palë që nuk po paraqikoj cili është fajtori, po megjithatë të arrim atë një konsenzus dhe një bashkëpunim në mirë kuptim mes veti që SPAku të realizojmë ato projekte që janë jetike për qytetarët e që faktikisht ato kanë një kërkesë reale dhe shumë logjikshme.